Ndjes ministri ka kërkuar fjalën, zonja Zhupa, një ndryrje. Zoti Salla. Ministrit presim që dhe ka fjalën e deputat. Faleminderit, kryetar. Fjalës. Për fermerët shqiptar është një skem e cila e kemi përafruar me Bashkimin Evropian. Është një skem e cila është nga buxheti i shtetit 52 milion euro në rritje nga viti i kaluar dhe përveç kësaj kemi një minimum 15 milion euro të vendosur për 10% e kompensimit të çdo fature të cilën ai që punon tokën do të marri kompensimin në çdo produkt bujqësor. Dhe kjo shkon midis 45 deri në 50 milion euro në mes llogarive tona. Prandaj qeveria shqiptare ka akorduar mbi 100 milion euro për fermerët shqiptarë të cilët do të jenë këtë vit vetëm për subvencionet dhe të pagesat direkte për të ndihmuar fermerët dhe për ta çuar sektorin në një hap tjetër. Vetëm me skemën e re që kemi përafruar nga 1 metër tokë deri në 300 e 400 hektarë që ne kemi shifrë më të madhe të çdo fermeri në Shqipëri, merr subvencion nga qeveria shqiptare. Prandaj ne duhet që me sektorin bujqësor të jemi paralel dhe po ecim me një shifër shumë të mirë midis fermerëve, përpunuesve dhe agropërpunuesve, të cilët e kemi në funksion të plot dhe po ndërtojmë bashkë me bashkitë SHPB të përbashkëta në mënyrë që sektori i bujqësisë të ecin me një ritëm tjetër dhe duaj që nga këtu sot ne të ju rikujtoj edhe një herë ti përmbaheni procedurës. Mos e shkeli me 2 këmbët rregullore dhe pastaj kërkojmë zbatimin e rregullores. Kush e përmendi emrin? Okej. Ju lutem zoti Berisha të vazhdoj zonja Zhupa, zonja Zhupa. Kryetari i opozitës. Replik zoti Berisha. Po, nuk them direkt me nërkuptim. Tani, le të gjej një vend të vetëm në Bashkimin Evropian që ka hequr subvencionin e naftës. Absolutisht as një vend. Ja u them unë ju, vendet në Bashkimin Evropian ndahen në 3 grupe. Ato që bëjnë subvencion maksimal, ato që bëjnë subvencion mesatar dhe ato që bëjnë subvencion më të ulët. Këtë vit, Gjermania që bën të subvencion mesatar, kaloi në subvencionin maksimal. Pra, se kush, se e bëj famshëm, se merita jote më e madhe se futa dhe dosat në shpërblim. Mirë ke bëj që i fut. Nuk them jo, shumë mirë, shumë mirë. Po, nuk është vetëm dosa, ajo që duhet fermerëve. Pra në radhë të parë, duhet nafta, duhet të japim naftën, po jo, atje ka mirë ka bërë. Mirë ka bërë, s'tem po. Ministër, kënë kërkuar fjallën apo jo? Okej. Zonja Zhupa.